can't take one more step towards you. Monisi ishte fëmia I pari I cili solli gëzimin e një jete të re në familjen Masha. Një djalë I bukur dhe pa probleme të shëndetit në dukje. Por do të kalonin vetëm 6 muaj nga ardhja e tij në jetë, që prindrit të mësonin se I vogli kishte kufizim në dëgjim, e përpasoj edhe në të folur. Aty nisi betejë e tyre e parë me shëndetin, për të minimizuar sadopak këtë anomali të djalit, por më e keqja ende nuk kishte ardhur. Në moshën 2 vjeçare, Monis diagnostikohet me autizëm. Vështirësia e prindërve për të komunikuar dhe integruar të voglin e tyre u dyfishua. Vitet e para të jetës së të voglit, ata I kthyen në një luftë të vazhdueshme kundrejt barrierave dhe vështirësive për të përmirësuar sadopak cilësinë e jetës së Monisit. Dhe sikur të mos mjaftonin mundimet, në moshën 6 vjeçare, prindrit mësojnë se ideali I tyre kishte një masë tumorale në kokë. Përballë vuajtjeve të deri atëhershme, frika se mund ta humbisnin të voglin ishte e përtejt çdo ndjenje. Të gjithë bashkë nisën një betejë të madhe. Prej atëherë, Monis u është nënshtuar 4 operacioneve në kokë, ka qëndruar një muaj në koma, pësoi paralizë, por fal vullnetit dhe përkushtimit shumë të madh të prindërve, ai sot jeton normalisht jetën e tij, me gjithë kufizimet me të cilat ka ardhur në jetë.